Banorët e fshatrave Vërmik, Bashaj, Matogjin, Verbas, Ramis dhe Velç janë mbledhur sërish këtë të diel për të protestuar për ndërtimin e rrugës që lidh fshatrat e tyre me rrugën e Lumit të Vlorës. Le të fillojë 3.5 kilometra. Por me parametra. Me dhjetra banorë të 6 fshatrave kanë bllokuar rrugën e Lumit të Vlorës, ndërsa kanë kërkuar nga autoritetet asfaltimin e saj. Me pankarta, Edi Rama pa rrugë nuk shkohet në Europë, ata u janë drejtuar deputetëve që të mbajnë premtimet e fushatave. Pse do të bëhet kjo rrugë? Kjo nuk është rrugë fshati, po kjo është rrugë nacionale, sepse lidh dy qytete të mëdha, Tepelenën e Vlorën, edhe pse është 30 kilometra. Ne kërkojmë që kjo rrugë të futet minimumi në projekt buxhetin e vitit 2026. Ka filluar të ikin njerëzit, të ikin rinia. Arsyeja vetme është që nuk gjejnë kushtet e domosdoshme për të jetuar në fshatrat e tyre. Për të jetuar në një fshat, 3 element duhen. Duhet ujë, korrenti dhe rruga. Është krahin që ka të paktën 1500 familje që jetojnë këtu, kjo padrejtësi e ka një emër. Janë përfaqësuesit tanë që ne kemi besuar, kryetari i bashkisë dhe deputeti i zonës. Po kur të vi puna herën tjetër, po ku ti votimi, këtu do jetë barikad, Matogjini, Ramica, Bashi, mos e ktefshin në altës fare që të mo kaloj ku ti votimi. Kjo është protesta e dytë që këta banorë të këtyre fshatrave mblidhen për të bërë në Smoksin me një kërkesë asfaltimin e rrugës së fshatrave të tyre. Sipas banorëve, investimi zero i rrugës ishte një premtim elektoral, por që tashmë është lënë në arrez. Banorët bllokuan rrugën e Lumit të Vlorës, një aks kryesor që lidh zonën me Bregdetin e Imarës për 30 minuta.